Bashkëshortja e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, Selvia, ka ndarë me ndjekësit një lajm që prek zemrën. Mes dhimbjes dhe mungesës së madhe, ajo ka bërë të ditur se ka arritur të sigurojë leje qëndrimi në Itali, një hap jetik që i mundson vazhdimin e trajtimit për djalin e saj. Selvia shprehet se po të ishte gjallë, Shpati do të ishte jashtëzakonisht i lumtur dhe krenar për këtë arritje. Përshëndetjen dhe të ardhmen e Roelit. Faleminderit nga zemra që në kohë rekord na ndihmuat të sigurojmë leje qëndrimi 3 vjeçar në Itali, shkruan ajo. Me një mesazh që përlot, ajo shton: Shpati do të ishte shumë i lumtur sot, por amanetin e tij do ta çojmë deri në fund. Kujtojmë se Shpat Kasapi u nda nga jeta në fund të nëntorit, pikërisht në Itali, ku ndodhej me familjen për kurimin e të birit. Një baba që nuk është më fizikisht pranë, por që vazhdon të jetojë në çdo hap të së ardhmës së djalit të tij, Roelit.